Ore, nuk e shikoni që këtyre mbeti mendja Evropë, në një kohë që neve Evropa na kanë dhënë 5 shtete, cila Evropë? Evropa kurva plak, cila Evropë? Ajo të cilës do të them qytetarëve një ngjarje që nuk e dinë. Një ambasador anglez, ministër mos gaboj ka qenë, diskuton me Gjergj Fishtën dhe i thot pse jeni kaq hajdut ju popull hajdut ju shqiptarët, i thot. I thot Fishta shqiptari po, i thot vjet, i thot një dele, vjet një pushk për të mbrojtur nderin e këto të tjera. Dhe për këtë i thot kemi i thot po besimi pse ndruat, i thot, keni 3 besime. Shikoj, tha, ne kemi qenë të pushtuar dhe ndruam 3 besime, edhe kemi 3 besime vetane në Shqipëri. Por ju zotëri, tha, për një byth gruaje ndryshuat fenë e gjithë perandorisë. Dhe anglezi nuk foli më. Pra, ata që në burra shteti. Jo këta lapanjozi që dalën tani. Që falen atyre, ju ulin kokën direkt. Kuptove tani? Ja, kjo është. Po mirë, Amerika pse nuk ndërhyr përderisa e pas ka shpërzemër Shqipërinë, ku Shqipëria mendoj që ka ndërhyrë dhe i ka njerëzit këtu. I ka njerëzit, ëh? I ka njerëzit. Jo më larg se sot, u tha që FBI-ja dhe DEA janë këtu në Tiranë, në Byron Kombëtare të Hetimit dhe në SPAK. Ndaj këtij po kjo ka vite që thuhet. I ka ikur qetësia. Ka vite që thuhet. Po ka vite që thuhet, po ka ditë që po bëhet. Se jo duhet dalë kjo, ka një konflikt midis Europës dhe Amerikës apo? As bëhet fjalë fare. Po. Ne duam shumë në ky po ka shillik Amerikës apo? Po patjetër, prandaj them unë që Evropa e kemi shumëzuar me 0 Evropë. Evropë. Shpresa jon paktën vetëm shpresë në gjithë Amerika, vetëm Amerika. Vetëm Amerika. Evropa jo. Evropa të solli, ore, si e kërkojnë këta shqiptarët e Evropën, kaj të pander janë, kaj të pacip janë, Evropa të thotë deklaroj gjinin, një maskull apo femër. E kaluan parlament ato. Edhe kaluan parlament të 76 kurva e kurvar. A është vërtet që brenda parlamentit thonë që 28% atyre në parlament kanë pro deviacionet? Si deviacion, e bëjnë për hobi. Federacinë e bëjnë për hobi tani. Ndrojnë gratë me njëri tjetrin, i bëjnë të tëra. Është vërtet që ndrojnë gratë? Këta janë, po janë provuar disa. Okej, që kanë ndrojnë kështu, po... Ka që lënë ratë, tani, shkojmë tutje, se bëj gjene civilet atyre. Unë di këtë, të them që këta janë komplet degenerim, që miratojnë një ligj martesash burr me burr, grua me grua, të cilin e realizoi ish kryetari i Bashkisë Tiranës, që mbartoi ato 2 kurvat në bashki, dhe që këta miratuan ligjin e deklarimit të gjinisë. Kjo s'kishte bërbaki. Dhe prandaj shqiptarët kanë kaq poshtë. Dhe prandaj miru a bëjnë juve shqiptarëve. Pak e kini bile. E ke edhe me shqiptarët tani, dole edhe kjo. Patjetër, po këta e mbajnë ato. Këta e mbajnë. Na e thënë mesazh duke në syve unë edhe të gjithë ato që na dëgjojnë, ato shqiptarë që nuk flasin, ato që janë thjesht që flasin brenda një tavolinë, brenda familjes së tyre dhe nuk e shprehin. Të tërë flasin, të tërë mi thonë mua në rrugë që mire ke dhe miri thua, por nuk del njeri që të protestoj. Pra, miru a bëjnë, pak e kini. Do të vinë, do të fluten dhe në krevat dhe s'kini që të mëni për këtë qëndrim që bani vëllezërit e mi shqiptarë. Këta kaq agresiv janë dhe kaq paturp janë. Shpresoj që Amerika të tregoj vendin të qëroheni sa më parë, por deri tani këtë mendje keni. Politikani më i keq të më i pa fytyri, më i pa cipi, më i pa nderi Sali Berisha. A është ky e keqja strumbullari i gjitha poshtësive dhe ligësive që vijnë sot në Shqipëri Sali Berisha. Se tradhtoi të djatën, tradhtoi idealistët shqiptar, përzurit i gjithë të përndjekurit politik, i largoi me të gjitha mjetet edhe mënyrat dhe sa afroi njeri rreth vetes atij dhe ka grumbulluar rreth vetes sa çapaçul, sa spiun, sa servil, sa patronazhist që janë të pa cipe dhe të pa nder. Ai është politikani më i rrezikshëm. Unë sot nuk e urrej Edi Ramën sa që urrej Sali Berishën. Pse? Kam arsye. Edi Ramën e urrej natyrisht e kam armik, është e saj partije që më dëboi nga qytetin 66 më prishi jetën time të familjes time, të prindërve të mi, por e kam armik dhe di, e njo. Ndërsa ky i pa fytyri, Sali Berisha, eri si mbështetës joni i idealistëve shqiptarë dhe nacionaltarëve. Shfrytëzoi besimin ton dhe na futi thikën në palës. Ky është më i poshtëri dhe më i pëlliquri. Tinzar. Sali Berisha. Me hile. Po.
Ky e shiti detin, ky u shërben grekëve, ky e bëri flamurin e PD-s me ngjyrat e flamurit grek bardhë blu, bardhë bojqill. Ky ka bë, Ajo është rastësi e menduar, si rastësi e jo. Është e mirë studiuar. Kështu. Po kjo televizit e fundit tek Partia Demokratike, po shihni që edhe ato demokratë të tjerë naiv le të themi, si avlena, nuk është bosh, është gjitha bosh. Gjë pa vlerë. Ajo është gjë pa vlerë. Gjë pa vlerë për arsye sepse janë lojra, por lojra s'bet fjalë fare, por nuk ka marrë një Saljani që ka ikë domethënë është lojë. Po që diskuton Saljanin, ti Saljani në burg vetë e vë flokët. Kush ti lejon në burg të vësh flokët ti të bësh gjithë ato gjëra që bën ti? Jo, Saljani. Po, unë e them në mënyrë figurative ti, se Saljani ti drejtojmë, jo ti. Pse është diçka falsë kjo domethënë, është një lojë, është një show kjo gjë që po bën? Absolutisht, është mashtrimi i këtyre naivëve që vjen pas tyre. Unë nuk kam thënë demokratëve, s'është demokrat Sali Berisha, bëni riorganizim, nxjerrni një udhëheqje të re, fusni në udhëheqjen e Partisë Demokratike, njerëz të përndjekur nga klasat e përndjekura, po të mos ketë qenë spiun patronazhist, spiun të Partisë Punës. A besoni ju tek protesta? Të shqiptarëve? Jo, protesta. Protesta me grek, më shikoj fermerët grek kanë kthyer dynjan nga ana tjetër. Forma me shkëlqyer e korrigjimit dhe e diktatit që mund t'i bësh një pushtetit korruptuar. E si në Terezi, e rëzon. Po si. E rëzon. Të dalësh të protestosh në Patjetër, derisa të rëzohet. Patjetër. Siç protestuan egjiptianët që rëzuan Mubarakun. Me proteste rëzuan. Nuk ku vetë Mubarak. Pse nuk ngren shqiptarët e kjo? Për te pjesës hershit të frikës. Është çështje mosbesimi, le të themi, se s'kan me këtë të kapen me këtë të kenë një, le të themi, para këtij karavani. Sepse protesta jo dolën shqiptarët. Se s'do t'i mohojmë ato. Kur? Se gjatë këtyre 13 viteve kemi dalë me 10 herë dhe kemi bërë Gjirën Bulevard me Lulushin. Por këtë po them pra u tradhtua objektivi. Po e tradhtuan e çuan. Prandaj them me ligu Sali Berisha, se protestin e popullit, urrëtitjen e popullit e kanalizoi në një pikë që e shumëzoi me zero në fare. Ai shkatroi protestën në 90-s, ai ka bërë të tërë, Lulit. Mos harrojmë që ai bashkë me Edi Ramën në 21 janar kanë ekzekutuar 4 qytetarë shqiptarë. Ishte ekzekutimi pastër dhe ishin bashkë. Të dy bashkë kanë bërë. Ishin bashkë për të thënë shqiptarëve që mos delën protestën e të vrasin. Dhe praktikisht atë bën. Aty kanë vëvulën. Aty, bravo. Aty u materializua ajo marrëveshja e 2008-s e 21 prillit. Ditëlindjes Leninit. Po për çfarë flasim ne tani këtu? Kotë kemi një orë që bëjmë të bisedë. Urdhër, që ndi? Po për çfarë e flasim këtë gjë? Si për çfarë? Për plagën që ka shoqëria shqiptare sot. Kush do të dëgjojë këtë? Në dash të dëgjojnë, more. Zotëri, nuk janë dëgjuar të tërë lindasit në kohën e tyre. Si janë dëgjuar, se s'kishin dhe mundësi të dëgjoheshin. Se një gazetë dilte, apo një njoftim, një trim, një kaçak, edhe prapë shqiptarët dolën dhe e fituan pavarësinë. Pavarësisht se në muan të fuqi të mëdha që u bë Shqipëria e pavarur, se bënim dot vetë nuk diskutohet, por ama ndollën shqiptarët. U bë lidhja e Prizrenit, u bën kryengritjet e Malësisë të 1110-11-s, u bë kryengritja e përgjithshme në 1112, u fitua pavarësia, u shpall njëri tjetrin, edhe por e përgjysmuar nga Londra. Nga miqtë e Diramës, londinez, këta tëri kanë fëmijë në Londër që mësojnë edhe i studiojnë. Këta, të ndershmit.